Sot në këtë muaj festash flasim për një mrekulli të vogël që praktikisht vjen nga zemrat e studentëve. Nuk vjen as nga qeveria, vjen as nga politika, nuk vjen as nga ndonjë organizat fitim apo jo fitim prurse, por vjen nga dora e rinit, që praktikisht është e ardhmja këtij vendi dhe ky vend i përket atyre. Krishtlindje në pediatri, një traditë që po kthehet në dritë dhe buzëqeshje për fëmijët që festat mund t'i gjejnë në spital. Në pamjet parë duke një situatë të trisht, por janë pikërisht ata studentë që me kontributin e tyre, me zemrën e tyre të madhe, mundohen t'u zbukurojnë festat, edhe pse në kushte jo optimale. Me ne në studio kemi dy prej organizatorëve, Orkido Sopiku dhe Altea Papa, që na tregojnë se si nisëm dhe gjithçka keni marrë përsipër, sepse është fantastike. Është pikërisht edhe tema që ne duam shumë të diskutojmë sa herë ndizet drita kuqe dhe kemi mundësi të komunikojmë me publikun virtualisht. Na tregoni pak, si lindi ideja për krishtlindjen pediatri? Se cili do ke fjalën e vetë, Pamera? Atëherë, kjo si ide ishte një histori pak personale, pasi disa vite më parë, Imvlla ka qenë shtruar në pavilionin e pediatrisë për rreth një muaj e gjysmë, dhe studentët asaj kohe kanë organizuar një nisëm të tillë. Dhe kjo gjë më preku dhe kisha shumë dëshirë që në momentin që do fitoja fakultetin e mjekësisë, të organizoja një nisëm të tillë dhe kështu ndodhi. Ky është viti i tretë që ne organizojmë dhe nga viti në vit ka ardhur duke u rritur. Altea? Interesant. Historia shumë e bukur e ngacmimit, nisur nga historia personale. Vitin e parë në fakt e kujtojmë me shumë nostalgji sepse ka qenë edhe viti jonë i parë. Ne kemi qenë student të sapo ardhur në fakultet dhe ishte pak e vështirë në fakt sepse mezi kishim hyrë, por mendojmë që organizuam shumë mirë dhe jemi shumë të lumtur që po merr për masa dhe më të mëdha. Keni patur një numër të lartë të njerëzve që kanë dashur të bëhen bashkë pjesë e kësaj nisme? Çdo vit numri rritet. Rritet, kjo tregon ndërgjegjësim. Mirë, na tregoni nga këto momente, ky është viti i tretë, apo jo? Çfarë mbani mend? Si është ai momenti kur ju shfaqeni aty përballë fëmijëve të cilët ndoshta po marrin atë kujdesin mjekësor të nevojshëm për një problem shëndetësor që ata kanë? Si reagojnë? Çfarë shihnin sytë e tyre, në fytyrat e tyre, buzëqeshin, si shkonin si baba gjyq? Si e ndërtoni gjën? Ne me vete marrim animatorët. Okej. Dhe besoj se kjo sjell pak atmosferën më festive. Animatorët shkojnë shpërndajnë dhuratat së bashku me ne në çdo dhomë të pavilionit pediatrisë. Dhe këtë vit kemi menduar që përveç shpërndarjes së dhuratave, të organizojmë edhe një festë të vogël tek holli kryesor me lojra për çdo nga fëmijët që do mundet të na bashkohet. Gëzimi i syve të tyre është i papërshkrueshëm, domethënë ne shohim situatën me të cilën ata përballen, sepse shumë nga fëmijët, le të themi, qëndrojnë për kohë të gjatë. Madje si vjet kemi emra të disa fëmijëve që kanë qenë, që ne i kemi dhënë dhurata dhe i kemi ndihmuar financiarisht që nga viti i parë që ne kemi organizuar. 3 vite që vazhdojnë në pavilionin e onkopediatrisë, që janë fëmijët që vuajnë nga sëmundjet e gjakut. Dhe duhet jenë aty. Bashkë me ta janë edhe prindrit e tyre që i shoqërojnë. Ju e dini se sa sfiduese është për kujdesin që këta prindër i kushtojnë, ndërkohë që u përgjigjen edhe financiarisht duke bërë punët e tyre. Prindrit si e shohin këtë nismë? Janë pjesë e kësaj feste të madhe që ju keni krijuar për ta. Edhe për prindrit është vërtet gëzim. Mundohen t'i përfshin fëmijët e tyre, bashkohen, bëjnë foto me animatorët, janë shumë miqësorë edhe me ne, na falenderojnë që kemi zgjedhur, na përgëzojnë për nismën. Çfarë ju kanë thënë prindrit? Ndoshta një bisedë që keni patur me ta. Shpesh është shumë e vështirë për ta, sepse preken, ashtu siç jemi prekur edhe ne, edhe për ne është e vështirë që ti menaxhojmë emocionet, është një ndjenjë shumë komplekse, kemi shumë gëzim që po i lumturojmë fëmijët, por edhe trishtim që ata duhet jenë aty në ato ditë festash. Prindrit ndonjëherë shprehin një njohje edhe vetëm nëpërmjet shikimit, që për ne blen sa 1000 fjalë. Kështu që kjo është ajo që na shtyn të mundohemi të japim çdo vit edhe më shumë për masa. Atëherë, nga vetë emri, ti jemi edhe realist, krishtlindje në pediatri ka shumë hitërim brenda, se nuk është ambienti më komod, por në mesin e dhjetra historive, fëmijëve, familjeve që jeni njohur, keni ndonjë rast, ndonjë histori që e veçoni, ju ka ngelur në mendje? Pikërisht nga këto krishtlindjen pediatri. Një rast që do të veçoj është një rast i vjetshëm, ku ne ndihmuam me një shumë monetare rreth 1 milion të vjetra një familje. Ishte një familje e komunitetit rom dhe për ta, domethënë, sado e vogël ishte ajo shumë, ishte vërtet vlerësuese. U prekën shumë, ishte gjyshja që nuk mundi do t'i mbante lotët dhe pasaj edhe ne të gjithë me radhë, ishte vërtet
vërtet sfidues si moment, po që tani jemi mësuar, jemi bërë pak më të fortë, se është edhe lidhet edhe me profesionin tonë, ne duhet Sigurisht. Ti kontrolloni ti kontrollon emocionet, po emocionet. besoj emocionet e bëjnë edhe më të bukur profesionin tuaj. A keni ndonjë histori të veçantë ku dikush, një nga fëmijët, u ka hyrë në zemër, nisur edhe nga fakti që e treguat pak më parë. Ka qenë një kohë e gjatë që ju shkoni atje dhe u çoni dhurata. Ka qenë një vajzë në fakt, duhet jetë vënë edhe te pamjet. Ajo është argëtuar kaq shumë me njërin prej animatorëve sa ishte kaq allegro, kaq qeshte kaq shumë sa neve mendonim fundja pse është këtu në këtë ditë. Ne madje kemi qenë në pavionin e onkologjisë. Ka qenë vjet kjo. Janë vërtet janë shumë të lumtur kur na shohin, sidomos kur i vim me animatorë, i sjellin pak fest, sepse spitali sigurisht sado që për shembull pavioni tani, të gjitha pavionet janë bërë të reja, ata janë munduar që ta bëjnë sa më të gëzueshme për fëmijët, por megjithatë është një situatë e vështirë patjetër. Sa studentë janë pjesë e kësaj nicme? Atëherë, personat që merren më së shumti me angazhimin e kësaj nisme është grupi jonë shoqëror i ngushtë, por që fatmirësisht studentët e mjekësisë në tilla raste bashkohen të gjithë dhe janë kurderë të gatshëm të na ndihmojnë. Ai është një pjesë e mirë e fakultetit. Po, është kemi goxha pjesëmarrje të drejtën. Dhe jeni ju ata të cilët kontribuojnë financiarisht apo keni një mbështetje që mund nga jashtë? Jo, jemi vetëm ne. Këtë vit kemi pasur mbështetje nga disa biznese që kanë dashur të kontribuojnë, po, kanë dashur të kontribuojnë. Vjet për shembull kishin përfshirjen e disa gjimnazeve dhe shkolla 9 vjeçare në disa qytete ndryshme të Shqipërisë, përfshirjen e disa universiteteve që sado pa kontribut që ata arritën të mblidhin prapë është një ndihmë e madhe. Dhuro edhe ti Krishtlindje në pediatri. Si mund të kontaktojnë ata që duan të ndihmojnë? Kush mund të ndihmojë? Bëjmë një thirrje përmes ekranit për të shkuar te sa më shumë shikues dhe ndoshta vullnetarë që duan të bëhen pjesë. Janë në kohë apo jo? Patjetër. Deri në datë 15 ne kemi kutitë e grumbullimit për donacionet monetare dhe gjithashtu edhe për dhuratat që janë në 3 fakultetet e Universitetit të Mjekësisë. Në faqen tonë të Instagramit është edhe llogaria bankare dhe gjithashtu edhe një numër kontakti për cilin mund ta kontaktoni. Po kushdo mund të ndihmojë jo vetëm në aspektin monetar, por ndoshta duke bërë dhe një dhuratë? Po, patjetër. Vetëm duhet të kenë parasysh që fëmijët në pediatri janë nga 0 deri në 14 vjeç, kështu që do të mendojnë për një dhuratë që është e posaçme për ta. Si dy të rinj që keni marrë një nismë për sipër. Si e shihni terrenin? Janë të rinj të më ndërgjegjësuar, janë më sensitiv ndaj kauzave sociale si kjo, por edhe ngjashme me këto. Po reagojnë, apo jemi bërë më indiferent se ç'kemi qenë? Atëherë unë personalisht mendoj që të rinjt janë të ndërgjegjshëm, thjesht ajo që duhet është të kenë një indicje, domethënë të kenë një shtysë që ata të marrin pjesë. Dhe kjo është shumë e domosdoshme, sepse në momentin që ata përballen, domethënë ose marrin informacion që një kauzë e tillë po organizohet, janë kurderë të gatshëm për të marrë pjesë në çfarëdo lloj forme. Kanë shumë dëshirë. Dhe jo vetëm studentët e mjekësisë, domethënë kemi pasur vitin e kaluar edhe fëmijë të shkolla 9 vjeçare, gjë që është për të vlerësuar. Kjo tregon që një fëmijë, domethënë i klasës së 6 të 7, bën një dhuratë për një bashkëmoshartar të tij. Është Orkido Daltea, duke qenë se po bëheni gati për një profesion kaq fisnik, edhe të punosh me fëmijët në profesionin që ju keni zgjedhur është mision në vetvete. Ky është një event që bën ju, por ndoshta puna me ta, a kërkon që dhe mjekët gjatë gjithë vitit të gjejnë forma të reja për të qasur, për të kujdesur, edhe për t'u kushtuar to vizita ditore që shkojnë në shtratin e tyre çdo ditë për të parë se si janë? Ne kemi patur mundësinë edhe këtë vit që ta vizitojmë pavionin e pediatrisë dhe të themi realitetin, atje ka ambiente, ka hapësira ku fëmijët edhe mund të argëtohen, edhe mund të kalojnë një orë ndryshe. Por sigurisht që duhet patur parasysh nga çdo mjek. Unë mendoj jo vetëm nga mjekët pediatër, por nga çdo mjek, me çfarëdo lloj moshe që ai përballet, duhet të ketë një qasje sa më të ngrohtë. Po. Pra ndoshta një hapësirë ku fëmijët mund të luajnë? Në pediatri, në godinën e re, janë krijuar disa hapësira, siç e tha edhe Altea, ku ka bibliotekë për të lexuar, ka mjete edukative, por që thjesht organizimet të tilla duhet të jenë sa më të shpeshta dhe ne kemi si qëllim që këtë aktivitet tonë ta shtrim edhe gjatë gjithë vitit. Për shembull, mos të fokusohemi vetëm te Krishtlindjet, por edhe gjatë vitit të
të gjejmë një ditë nga koha jonë, të shkojmë atje, të lexojmë me ta ndonjë libër, të bëjmë ndonjë vizatim. Shumë e bukur. Pra jeni të gatshëm që siç kemi parë disa shembuj në botë, doktorët vishen edhe si Santa Claus, Baba Gjy. Edhe si një superman, si superherojnë. Do ta bëni të gjë. Po. Ka shumë e bukur. Ju kanë mbështetur pedagogët? Po, shumë. Edhe financiarisht. Po, edhe financiarisht. Dhe jeni, pra, i gjithë, kur themi si fakultet, jo vetëm studentët, jo vetëm rinia, por të gjithë eksponentët e rëndësishëm të atij fakulteti. Jemi shumë lumtur, në fakt, sepse pa dashur ta politizoj edhe është interesi im i fundit, sidomos këtë bisedë ka gjithë bukur. Ju jeni pikërisht ata të cilët meritoni gjithçka që ju keni protestuar për të marrë. Që në qoftë se rinia shqiptare është kjo që ju përfaqësoni, duam sa më shumë të rinj që dalin në rrugët e Shqipërisë, protestojnë dhe fitojnë të drejtat e tyre. Ne ju përgëzojmë shumë për këtë nisë. Është fantastike. Do mundohemi që deri me datë 15 aty deri atëherë kur bëhet mbledhja e fondeve, dhuratave, kontributeve që secili mund të jap, edhe ne të lobojmë sa më shumë dhe fjalat të shkojnë në veshin e cili do që na ndjek përmes tij. Sa herë si shoqëri të bëhemi gati të flasim për rinin shqiptare, bëjmë mirë që të kemi profilin e Alteas, profilin e Orkidos, edhe të vajzave dhe djemve tjerë. Do i përshëndesim, do t'ua thuash emrin? Janë shumë. Janë shumë. Janë 3 fakultete. Nuk po i përmend se do është sigurisht që do harroj dika, por që i falenderoj të gjithë studentët e mjekësisë sepse janë vërtet mrekullueshëm. Dhe ne ju falenderojmë shumë juve në emrin e gjithë shqiptarëve. E fundit, një thirrje për të gjitha bizneset dhe qytetarët që duan të na bashkohen. Faqja në Instagram e ka username-in Krishtlindje në pediatri. Dhe siç e tha dhe Altea, gjendet llogaria bankare dhe të gjitha informacionet për dhuratat, të cilat dhe ne i përmendëm, mund të gjeni tek faqja në Instagram dhe postime nga aktiviteti i vjetshëm dhe i përvjetshëm. Dhe shpërndani sa më shumë këtë fushat. Të gjithë ne duhet ta bëjmë të Nga një histori që nis nga një eksperiencë personale rasti Orkidos, tek arsyet e tjera që çdo i ri e gjen në jetën e vet, në historitë e veta, në rrethin e vet familjar, më rrim deri në Krishtlindjen pediatri, një nisë fantastike që duhet përfituar. Do flasim tani, po me këtë shije të mirë do shkojmë tek një material i përgatitur nga gazetarja Megi Beshello, e cila është kujdesur që të shkojë jashtë kësaj studio për të treguar se cilat janë ushtrimet që duhet të bëjnë gratë shtatzën. Ndjekim publicitet dhe kthehemi materialin, ne ju përshëndesim, do të shihemi ditën e hënme me dritë. Ju duam.